Sipas ligjeve në fuqi, si ndahet pasuria mes fëmijëve kur prindi vdes pa e përcaktuar këtë? Sipas ligjit mbi trashëgimin, pasuria ndahet në pjesë të barabarta tek gjithë fëmijët, pra edhe gjinisë femërore dhe maskullore. Pasunia e prindit ndjerë. A ka të drejtë ligjore prindi që tërë pasurinë t'ia bart vetëm njërit nga fëmijëve dhe të tjerëve të mos ia pasgjë? Jo, mbas ligjit, ajo që quhet pjesa domosdoshme ose gjysma e pasurisë nuk mund t'i dhurohet nuk mund t'i dhurohet një fëmije e gjithë pasunia, sepse për gjysmën e saj, fëmijët tjerë kanë drejt që të bëjnë pa di për me kërku më anulue kontratën mbi dhuratën. Rrjedhimisht nëse edhe me testament ja ka dhënë ose ja ka caktu vetëm njënit fëmijët kanë drejt që pjesërisht me u anulue testamenti sa i përket pjesës domosdoshme. Pjesa domosdoshme është e gjysma. Domethënë gjysmën fëmija e merr, një të pestën, një të gjashtën, varësisht sa fëmijën ose sa trashëgimtar ligjor. Cilat janë të drejtat që na takojnë kur na ndalojnë ose intervistojnë policia, a kemi të drejtë të mos japim qoftë edhe asnjë fjalë? Po ne kemi drejt më mbrojt në heshtje, kemi drejt vetëm do të më dhon vetëm informacionet mbi dhënat personale, emrin mbi emrin, datën e lindjes dhe këto dhëna personale. Kemi drejt që në çdo fazë me kërku avokat mbrojtës prej momentit të arrestimit, shoqërimit edhe ndalimit në polici. Kemi drejt që me kërku që me na u shpjegue arsyeja e arrestimit ose ndalimit. Masane kemi drejt që nëse se kuptojmë me na sqaru ose me na sill një përkthyes në gjuhën që ne kuptojmë, me u njoftu familja që jemi arrestuar nga ana e policisë, me kërkue kontroll mjekësore, në rast që nuk ndihemi mirë ose kemi probleme shëndetësore, pra dhe kemi drejt që me kundërshtu arsyet e arrestimit. Me dhënë pikpamjet tona ose qëndrimet tona sepse nuk qëndrojnë arsye sepse policia e ka arrestuar një individ. Cilat janë rastet kur gjykata nuk pranon shkullorëzimin dhe a mund të shkullorëzohemi pa arsye të fortë? Mbas ligjit, shkullorëzimi është e drejtë absolute se cilet individ që ta kërkojnë gjykatë, domethënë shkullorëzimin. Gjykata kërkon vetëm një arsye formale, domethënë për divorc ose për shkullorëzim, mirë po aty gjykata nuk interesohet më shumë dhe nuk e ka obligim me i pyet palë sepse realisht po dahen, përderisa ekziston kjo drejt. Pra një individ mundet më da edhe pa arsye. Edhe gjykata ka obligim që me marrë vendim për ndarje për arsye se gjykata nuk mundet me zër me përcaktu që njerëz me jetu në një bashkësi martësore. Tradhtia bashkëshortore a dënohet me burg, nëse po çfarë dëshmish nevojiten për ta vërtetuar këtë para gjykatës? Jo, tradhtia bashkëshortore nuk është vepër penale dhe nuk dënohet. Dhe mundet më shërby vetëm si arsye në proceset e shkullorëzimit, po që jo domosdoshmërisht ka ndaj fare efekti, sepse edhe nëse përmend në padi ose në propozim që arsyeja është tradhtia bashkëshortore, pse po ndahem nga bashkëshorti ose bashkëshortja, prap nuk ka ndonjë peshë në gjykatë sa i përket vendimmarrjes lidhur me shkullorëzimin. Kujt i takon fëmia kur prindit shkullorëzohen? Këto e vendos gjykata, e merr një mendim edhe qendrës për punë sociale dhe ata i kanë disa kriteri ligjore që paraprakisht në bazë parimeve të interesit më të mirë të fëmisë e përcaktojnë se kujt i takojnë fëmia. Këtë rast është ai prind i cili ka mundësitë e rritjes, edukimit, kujdesjes, e ka ambientin më të mirë për një zhvillim psikosocial të fëmisë, i ka dhe kushtet më të mira materiale, ose është domethënë prind më i mirë për kujdesje, më i lidhur me fëmijë, zakonisht ata kanë përparësi, mirë po gjithmonë nëse është një nanë e përgjithshme, në parim dhe praktik, ligji domethënë jep përparësi, domethënë gjinisë, ligji dhe mendimi që pse jep përparësi nanës, karshi babës nëse i plotson këto parakushte ose janë barabartë, domethënë me të gjitha kushtet edhe nana dhe baba jep përparësi gjithmonë nanës. Pas shkullorëzimit, si ndahet pasuria mes burrit dhe gruas? Në pas ndryshimeve të ligjit mbi trashëgimin, pasuria bashkëshortore ose pasuria e fituar gjatë kohës martesës dohet në mënyrë barabartë 50-50. Edhe pse praktika jonë është hala e varfër, sepse tash jena në një fazë, më thonë, është hala 7-8 vjeçare, domethënë të ndryshimeve ligjore, sa i përket kësaj pjese që me u harmonizu me ligjet evropiane, kontributi
edhe jo financiar i grus, që është mi këqyr fëmijët, me pastru shtëpinë, mi rrit fëmijët konsiderohet i barabartë edhe me burrën, edhe nëse ai ka 3-4 biznise edhe ka gjeneru pasuni shumë. Pra është i barabartë edhe llogaritet që çdo pasuni e përfituar gjatë kohës së martesës do të mundohen mirë barabartë mes dy bashkëtorëve. Ndërsa pasuria që ka trashëguar nga prindi, Ajo është më herët para martesës, për domethënë nuk. Jo, ajo nuk është pasuri në martesore, edhe ajo konsiderohet pasuri e veçantë, secila pole trashëgon, po mendoj e disponon vetë dhe nuk ka drejt bashorti që të kërkoj pesaj. Cila është një vepër penale që mund ta konsumojmë, ndërsa zakonisht nuk e dimë që është veprim i dënueshëm. Janë zakonisht dy vepra që ne nuk e dim ku janë kufit ose limitet e saj, është fotografimi dhe incizimi pa autorizuar. Zakonisht kjo bëhet kur ti incizon ose fotografon në hapësira private, ose në hapësira në cilën pala tjetër, personin ndaj cilet bëhet incizimi ose fotografimi, ka pritje të besueshme që është hapësirë private. Domethënë është një hapësirë që mundet me pas privatësi, me fol diçka të lirë, mu zhvesh, apo kupton me nejt në një gjendje të lirë, cilën s'mundet me pas në hapësirë publike. Kjo shumë shpesh din me u kry nga ana e personave të caktuar pa dije, edhe ngacmimi një vepër cilën të domethënë e bezdisë, shqetëson, e përcjell, vazhdimisht i shkruan ose vazhdimisht e thirr një palë, edhe për një arsye të qoftë lehtëshme, mirë po që ti e bezdis vazhdimisht, edhe ai njihet sikur ti je duke ngacmu, duke kërkuar diçka me cilën ai s'po t'jep përgjigje, nëse shkon vazhdimisht në internet, Facebook, i çan mesazha, thirr në telefon. Pra në këtë rast kjo është vepër penale dhe njerëz nuk e dinë, dhe ndoshta ndonjëherë pikën pas një personi, nëse e dojnë dikar, ose dikush i ka bashkë mirë, po vazhdimisht shkojnë vend punës, e thrasin, gjykata konsideron këtë rast që ka elemente të veprës penale ngacmimi, prandaj duhet të jemi të kujdesshëm që të mos e bezdisim vazhdimisht një individ. Çfarë dënimi parashihet për këto dy vepra penale? Për veprën e parë parashihet dënimi deri në 3 vjet dhe dënim me gjuhë, po dhe për ngacmim për veprën penale, ngacmimit parashihet veprën bazë deri në 3 vjet. Për dy veprat, nëse palët munden me u pajtu gjatë procesit, mundet me shkon procedurën ndërmjetësimit edhe fare nëse mund dënu.